ligjeruesit i kanë do sende që populli që ndëgjon ata i ndëgjon gjithmonë, e vetëdijshme është se i ndëgjon gjithmonë me vëmendje, mirë po. Ndodh dhe njëherë një fjalë e vërtetë e thanun, ashtë thonë në kohën jo të duhur. Ndodh dhe njëherë një fjalë e vërtetë e thanun, e ka pas efektin të vogël. Ndodh dhe njëherë një fjalë e vërtetë e thanun, dëgjuesi ka qenë në gjumë. Ndodh dhe njëherë që fjala e vërtetë e thanun, dëgjuesi s'ka pas kohë, ka qenë i zonën me diçka tjetër. E na mendojmë pra, për shkak të këtyre sendeve të vërteta, që përsëritjet e sendeve që i bëjmë ne, ndoshta eventualisht për një bisedë, ndoshta eventualisht për një ders, që ndoshta dë njëherë e kanë kapë çato kushte që i përmendëm, sot është ajo dita ndoshta për ta kuptuar më drejt. Sot do të flasim gjëra thjeshta, gjëra që janë në majën e modestisë, sende shumë të thjeshta. Tema mund të emërtohet sot me një emër, formimi i personalitetit të njeriut si individ dhe formimi i drejt për drejti i fenomenit popull, i fenomenit njerëzi, i fenomenit shoqëri. Fjala personalitet në islam është në tretmanin e veçantë. Allahu Gjelle Gjelaluhu e ka ndaluar në Kur'anin e tij me shpjegimet e veta. Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam po ashtu në hadith e ka ndaluar që muslimani të jeton pa personalitet, të jeton muslimani pa letër njoftim të vetën. S'ka mundësi. Muslimani besimtari pa letër njoftim, aja është në hije, e cila hije nuk e fladit ata, ose mundet me jetu faktikisht në hijen e pemës, ku nuk është i garantum. Të më falni. Muslimani pa personalitet, ku i ngjan? Me shembuj në banë sendet të qarta. Mvarët sa shembujt e tonë janë adekvat, sa janë ato preciz, edhe mvarët sa xhamati jonë është i gatshëm me i vu veshin. Ku në ngjan muslimani që s'ka personalitetin e vetë, s'ka, arabisht i thojnë huvije, s'ka letër njoftimin e vetë, ku i ngjan ai? Ai ngjan një njeriut. Ai ngjan një njeriut i cili hipin autobusin e qytetit, hipin tramvaj në qytet pa bilet. Tan kohën prej stacionit ku ka hip, deri te stacioni ku ka me zbrit, edhe i ulëm karrik edhe jo i ulëm. Tan kohën ai ban një dert me vete, se inspektori ka me zonë atë. Tan kohën ai nuk ke mundësi atë me bind, se s'ka me hip inspektorin këto 5 stacione që ti ki me ecë. Ai kejt është i bindun se deri zbrese ki, mas fundi ka thonë ai, edhe në shkallë ka frikë të zbrit se do ta kap dikush. Pa bilet, pa letër njoftim. Ne të dashur xhamat, nga dal, po i kalojmë fazat ku nuk kemi pas mundësi as mu bind se kemi qenë të hipur në autobus pa bilet. Për shkak se thirrësit tanë me na tregu se ti je në autobus pa bilet, nuk ju kemi besu. Ju kemi besu bilet, ju kemi thënë atyre që kemi bilet mujore, kemi bilet vjetore, kemi bilet shekullore, këtë këto janë të vërteta. Ti ke qenë i hipur në autobus është e vërtet, ti ke qenë i hipur në tramvaj është e vërtet, por ti ke qenë pa bilet në tramvaj. Tash ti çka je të bë? Tash ti nuk je të bë asnjë sen tjetër, je të e formu personalitetin tanë, je të shalteri i biletës, edhe po e arritë ti së bashku me mua, së bashku me vllaun tanë që e ke afër në shtëpinë tënde, po arritë ti këtë me ble biletin tanë, s'ka send më i bukur, nuk ka inspektor më, s'ka kontroll më, s'ka dënim më, se ti më ke bilet, e ke biletën tënde, je legjitim, je legal në kope. Ti duhesh pa tjetër të legalizosh. Pa tjetër të legalizosh. Ashtë mirë që edhe biletin të shetë vlau jëtë. Për atë, Allahu Gjelle Gjelaluhu në ka thanë Kurani Kerim, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا
ulaika kal an'ami bal hum adall wa ulaika humul ghafilun. Ka thonë në tokë, kam kriju njerëz drejt për drejti për Jahannam. Drejt për drejti për Jahannam. Ka thonë, kush janë këto? Kush janë, ka thonë, këto? Drejt për drejti për Jahannam. Ka thonë, këto shka s'kan letër njoftim drejt për drejti në Jahannam. Me gabu dë njeni prej xhamotit. E me na kuptu më njëherë se hoxha ashtu thonë lish në kartë kush s'ka, ka me hinë Jahannam. E të në me janis me mendua i me thonë, po unë që e kam gjep, e unë e pra për në gjennet. Atëherë të bëm më mirë me shku para kursët, e derseve me i ba të një qetër hoxh para kursët, e dëgjimit me i ba të një qetër hoxh ma vonë më artë na. Të ndëruar. Letër njoftim nuk i thojnë asaj letrës që janë gjep me fotografi. Na këta se kemi për qëllim. Letër njoftim i thojmë na personalitetet i njeriut, kush je ti? Aja është letër njoftim, kush je ti? Vetë. Kush je ti me vllaun tanë? Kush je ti me fshatarin tanë? Kush je ti me popullin tanë së bashku? Ketë kjo së bashku e ka emrin letër njoftim i një popullit. A je ti dokun faktikisht? Letër njoftimi i gjepit edhe në Mongoli i pët. Edhe atje ka letër njoftime. E thonë, kush janë pra ato drejt për Jahannam? Ka thonë ato drejt për Jahannam janë ato që i zdin për vete. Ata që i zdin personalitetin e vetë. Ato që i zdin me u formu. Ata që i smundën faktikisht me hetu kur e kanë orën e vetë për mu formu ato. Kur është sahati? Ata nga arabisht i thojnë gaflet. Shqip i thojnë gjumë. Gjumë qut, gaflet nuk kanë gjumë njastik, gaflet i thënë arabisht gjumë qut, ti je qut, je tu flet. Këto njerëz janë drejt për Jahannam. Edhe kuranikisht, jo fjale hoxhës, jo apetit, jo epsh, drejt për Jahannam. Ata që s'kan mundësi me besu se, për shembull, sot është dita për me mjell farat. Ai që s'ka mundësi xhamati dashur, po unë po e sqarojmë edhe po e thjeshtrojmë që të bëhet e qartë. Ai që se din prej bujqive, se sot është dita lehet me email, sot është dita, ai që s'mundet me kuptu këta. Ai dimnit drejt, ku hi drejt ai? Ai dimnit hi drejt muqava, është e vërtet? Se s'ka punu gjo, s'ka mel tash. Dimnit hi drejt në ftoft pra. Për atë Allahu Gjelle Gjelalu tha, ai popull që s'din mu formu për vete, ai që s'din me punu për vete, ai që s'din jetën e vetë me organizu, ai popull drejt në Jahannam hi, pa përtes, pa vones, del prej vorrit edhe drejt rrugën e ka për Jahannam. Çka keme i bati ati që nuk e din, se kur e ka kohën drut me i prunu borë për dimën, çka keme i bati, a ke dialekt posaqëm për ta? S'ke dialekt posaqëm. Çka keme i bati ati, që nuk e din kura i smut të kush duhet me shku. Na kemi njerëz, në popull kemi njerëz, kur janë të smut, ftillojnë ka berberi. Ta shtja i njeri, i cili nuk e din, se shfar kohë është edhe cilën pun duhet ba, a i njanë të smuti që ka marrë librezin e gjelbërt, ndërt berberit ato re. Marre, tërp. Pastaj, a i njeri që se din, në pranver çka duhet bë, ai që s'don me kuptu në pranver çka duhet bë, në pranverën e shenjtë çka duhet bë, ai ku i ngjan ai? Ai ngjan ati që shkoi te mjeku i smut, po kur i mori mjeku ati ndëgjusët me anun gjiks, lagi për koridori për shkallët e poshtë. E hala ma egër dhe pak, pra edhe ma afër jo ma egër, i ngjan ati që e kapi dhamin mes natë. E kapi dhamin mes natë. Edhe unë s'po du tash me u bo frajer xhamie me thonë ti se di sa dhem dhami, si më s'ke dhim se di kush i ka dhim të di. Po me dhim të dhami, edhe a i tha, dhami munal, kështu tha, munal, s'po më dhem mo, ku tunal, tha, te dera doktorit. Ndër doktorit punal ka dhim të adhamit. Jo, ajo nuk kanal. Dhim të adhamit nuk kanal të dera doktorit. Po ti nëse donë pra, mund është me ndëgju një shpjegim prej meje, si hoxh modest i vogël, çka ndodh të dera mjeku që i ke këthi prapti? Çka ka ndodh? Nuk të kanal dhim të adhamit.
po të ka kalu friga mbi dhimbtën e dhamit. Që kjo ka ndodhë, kur gjo? Friga se sa ka me dhimbtaj, sa ke me utmeru mrena, duke e menduti, duke marë parasysh mjekun, karrikën e ati, kur t'ule aj, kur t'i more aj danët, kur t'i shtije në goj, kur t'a shtrengoj dhamin, e kur t'a sejnë dhamin, plot veshtin gjami, ati ju ka mush goja me lang edhe një fethladin a për dham të smut ju ka hi. Pi këtu thunë, mu s'ka me jave i dhamë. Keni me dalë pijamia me dham të juve, s'ka problem. Po, këto pra, kur t'bahën, a i njeri pite dera doktorit këthen prap. Ki sa është burri mirë. Ki nuk është burri mirë. Cëli pra i mirë. Cëli është i mirë. A i që hinë të mjeku edhe e banë rëngen ata. A i që hinë të mjeku edhe e qelë ata. A i që shkon të mjeku e mush ata. A i që shkon të mjeku i nënat malterin e pastaj pregaditet faza e para është një malter vehet në dham për 15 dit e pastaj një qetër për 15 dit, pastaj një sen shkarri për gjithmonë. Ti je në fazën e dhamit ku mjeku ta qeron pak. E hek pak atë fesendit keq. Në atë fazë je, vllavi jam i dashur. Në atë fazë je. Mjeku e hek një bërlog që të ka bërë në dham, edhe e pastrona e ate, ja hek palcën ati, i ve një fesendit mrejna të but, thot mas 15 dit dhe të vish prap, ti shkon edhe një herë dhe një 15 dit, ma vonë, a i e ve atë fe blomve, për gjithë një ti me qenë me ta, i pajtushëm, zdhem më palcën ja ka hek. Palca si ti hek atë dhamit nuk dhem më, i dashur i gjemot. Ti duesh me qenë mirë i pregaditur, mirë i radhitur, që ajo që dhem ta hekësh ma për gjithmonë, që ma mës dhame as njëherë, por mos shifondër të dire mjekut. E di pse? Pse dhamin tanë se hek kërkush. Disa prej njerëzve, që po i takoj me përrim me ta, ato po mendojnë se kur ti dhame ati dhami, unë ka me shkull një dham. Ato disa kështu po mendojnë, mua po më dhem, po si të shkoj e hoxha, ta heke një dhama, gje kryet, aje hek. Jo, unë heke dhamin tem. Toni nuk kam me hek. As një herë ti ke me hek. Ose ti ke me vujt prej dhim të dhamit tanë. Trazohu prej gjumit, fillo me mendu drejt. Fillo me mendu drejt. Realisht fillo me mendu drejt, se nuk ka nevoj për filozofi të skajet. Nuk ka nevoj për filozofi pa shkronja. Nuk shkruhet nuj, nuk lavrohet nuj, nuk mellet ndeti. Atje banë qëra pun. Fillo me mendu drejt. Fillo me mendu për vete. Me mendu drejt do me thonë me fillu me mendu për vete. Nëse fillon drejt me mendu për vete, ti ke fillu me gjetë vetë vetën. E në pra, tema e jonë sot, në këta ajete të shkurta dhe hadise të Muhammed Mustafas, është e koncentruar në formimin e njeriut vetë vetës. Mirë po, këto faza nuk i dilet kësaj në qësh më njëherë. Këto janë tamam si një shpi, kur do në me ndërtu dikush. Bazat, me spari vizatimi. Pika e parë vizatimi i projektit, pastaj realizimi në fushën e rafshën e zbatimit, prej themelit e përpjet. Më në fund, çka bëhat në shtëpi, më në fund, për me hi me banun ta, çka bëhat, vllau i dashur, unë po ta spjegoj hiç, veç po ta tham, më në fund vehen perdët. Që ti ke me jetu në ta, i ve perdët në fund. As mos dil me spari me i vu perdët që i ke pru materialin e shtëpijës se të keshin bota, as mos me ndot dhe njëherë që s'kan mu vu ato. As prej kësaj grupe mos u banë. Se ato vehen dhe njëherë, nëse ndërtojnë shpijen, ato vehen dhe njëherë. E ti ku je? Kur vllaznit 4 apo 3 ndërtojnë shpi, prun njështër, ndërtojnë shpi, njën i vlla. Delmane ka vu një shkam atje, e ju kalzon qerve, kalimtarve, ju kalzon se... A mi që këto vllazët e mi këto, që po mendojnë, këto bashkë kujtojnë se për një me kjo shpia marrohet. E di jone. E di, kjo nuk bëhet kështu. As së më kanë vetë muë, as s'kanë fol me muë, as s'kanë bo muhabet, për shka mës me më vetë, unë e shka jam këtu, edhe unë jam njeri, edhe unë e di di shka, edhe unë e marrë vesh di shka, unë e s'jam budal, me paskon budal ishna në Bardovc, edhe mu duhet me mpyt një sen, e ta shti pra, ki prit kështu se ka me pyt një sen, me evangjit, me kalimtarët kështu ban, ato vllaznit, 5 rejna sot, 5 rejna nesër, 5 rejna mas nesër, 5 rejna qëtër dit, një dit del qatia, e vllaznive shka po punojnë mbi shtëpi, del qatia nalt. Kur dale qatia, kalojnë kalimtar qeri, thujnë, mara, këto vllaznit e tu e marun, bre, për ndërtojnë. E ta shti, kur ti noje këto vllaznit, kur ti nojnë qeremidet, ki bajati, edhe një fjali ka met me thonë. Këti vllavit bajat, i ka met edhe një fjali me thonë.
E marun këto. A i thot, e kanë maru, po nesër i urdhët. E qatë herë kur ti urdhët, e ati fol me muë. Dhe gjovlave jam i dashur. Atë shpi që ndërton dora e shëndosh, ajo shpi nuk urdhët. Atë shtëpi që ndërton dora e shëndosh, ajo shpi nuk urdhët. E di kush urdhët? Vetëm kolibja e fëmijëve, edhe shtëpia budallëve. Vetëm ato urdhën, të mençurve nuk urdhën asnjëherë, ato s'bin poshtë. Për shkak se ato i vënë në themelet e forta sendet. Ato i vënë në themelet e forta sendet. Ato nuk i vënë sendet në tinjak. Ato i vënë sendet në bazë të fortë. Mos shih ëndër. Trazohu prej gjumit. Heke gjumin kejt, edhe puno punë, se është koha, është pranvera. Tash ti spunove ngel, mas dimujve dhe me mjell ti fara mo, nuk duhen. Në qershor, në korrik nuk mellën rasadët në korrik. Nuk mellën, talën bota me ti, s'keme më pru gjatë dimnit. Tash ti është pranvera, tash mjell, shti shkon fush, mos shifandër, shti shkon fush, shti trazoj gjem të herët, shti thuju gjemve të ashtë sahati. Tash është koha, sot është dita. Edhe kallzoju se jo kejt verat e kanë bereqetin e njajt. Ti pse i ke 70 vet? Pse i ke 80 vet? Ti pse i ke 65 vet? Pse ke përvoj? Ti ke punu shumë vera i ke kalu. Thuju gjemve tu se jo kejt verat janë të njajta. Do janë më bereqetshme. E do të rallën 100 vet një herë, e bajnë shumë bereqetin. Pse në 100 vet një herë? Unë dëgjova një statistik kohë, një statistik klimatike një ditë me një radio. Prej jashtë tha, para 116 viteve, na qenë kanë pas tha grunët në prill. Para 116 viteve kanë në tha grunët në prill. Edhe si vet janë tha grunët në prill, pra. 116 vet një herë. Pra, disa darthma, disa këshille, disa miqësi, disa vllaznilëqe, disa punë, disa nevoja, lajmërohen një herë në 100 vjet. E tash e kam një pyetje dvogël, me pak fjalë një pyetje. Nëse ti, çatarën tonë nuk e punon, nuk ja kushton një punë, një herë në 100 vjet, edhe kalon ajo, a keme mrirë një herë me prekat grebulkën tonë? A keme mriti mas 100 vetëve dhe një herë me mellë rasatet e tua në artone? S'ka me të dhonë më rasti, shumë rallë, 116 vet janë tha grunët në prill, edhe janë tha si vet. Shumë rallë. Pra shka duhesh të bajsh? Duhesh si vet të bajsh. Ato që nuk i din këto sende, Allahu ka thonë për ato në Kurani Kerim. Ato që si kuptojnë këto sende, ka thonë qito janë ato, veç në gjallën ditën e kiametit prej vorrit, drejt në Gjehennem. Pse drejt në Gjehennem? Ka thonë lehum kulubun, la yafqahuna biha. Ka thonë zemër kanë ato, nuk e fusin në punë ata. Kanë zemër, nuk e fusin në punë, nuk e shtin në pogon, krajnë petrib, nuk e shtin në punë, nuk e shtin në punë, nuk e ven ata në funksion për shka ka kriju Zoti. Ka thonë, lahum a'yunun, la yubsiruna biha. Si kanë, nuk shofin me ta, nuk sheh. Qka, pse s'sheh? Spjegoje pra, hoqë, a i spjegoj, pse s'sheh? Këti kanë sin, këti për shofin. Nuk sheh. Gjemati, në kësi raste njeri ka si nuk sheh, shpjegim donë. Donë elaborim të sendeve. Qish nuk sheh? Qish nuk sheh? E shehaj, se diçka po lipët prej ti, me e bo, e sheh me sin, se po lipët diçka. E ndëgjon e shef, mirë po. Mbi ate që po e lip koha sahati prej ti, a i shef diçka qeter. Shka shef? A i shef kështu. A i thot kështu. Po, na po e dim që janë shkoha me mellë pranver. Qejtë po e shofë me sa është koha. Ama, gjali po më lodhët be vla tu i thia të bonca. Po më lodhët gjali. E ta shti kitë dënë me pa gjalin të pushushëm edhe lehen e mellme. Edhe gjalin të pushushëm edhe lehen edhe arën të mellme. Edhe gjalin të pushushëm, edhe gruni i korrëm. Edhe lama e fshime, edhe gruja pa byk. Pa byk, pa i ra plunin qafa saj. Edhe lama e fshime në borë, amar plunin s'ka hinë dhomë hiq. E ta shti kjesh, e donë kështu. Lama të fshihet, dhoma mos plunohet. Kështu e donë ki. E qito njerëz janë ato që si kanë, nuk shofin. Zemër kanë, nuk e shtin pun. Këto janë ato njerëz. Mos i paramendon ndryshe, se këto janë fakt i gjallë që ti e ke vështirë me mohu këta. E ke të pamundën me mohu këta. Kështu e dojnë do. Do e dojnë.
me shku me kerr, me një katon ku s'ka asfalt, në përshi kur të vinë me pas kerrën e lam. Kështu e dojnë do. A do qerë e dojnë ndrishe. Ato e dojnë pra qatë punën me atë kerrin me asosun, e aj me pas punën e sosme, edhe aj me këshirë pipermone ka pososët, këto janë ato që ka dalin prej vorit edhe drejnë gjehenem. Mirë po, a i tut kjo fjalla drejnë gjehenem, a i tut ato, jo, po këto është problemi, se ato s'pë i tut kjo fjallë fare, nuk për i frigon, kjo fjallë pse, nuk se s'ju ka kallë gjehenemi para dere. Me ju kallë gjehenemi para dere, atëherë shumë shpejt njerëzit aktivizohen me i basenet e mira. Ajde dhe një arras një të para pak, livrit një pak të para, dhe një arras. Nga Marion a.s. Ka thonë, uqdu alimen au mutaallima. Uqdu alimen au mutaallima. Ka thonë, zgjohu i ditur. Kështu ka thonë për nga Marion. Islami se donë njerin pa ditur. Ka thonë, zgjohu i ditur. Ka thonë, ose, zgjohu në zënës, të ajtë që ka din. Wala takun ima. Ka thonë, mos u ban loj. Kështu tha për nga Marion, mbaroj hadisi. Tha zgjohu i ditur. Tha zgjohu, ose zgjohu i ditur, ose zgjohu në zanës, shkom sot e ajtë që din. O ti gjaliri që ke ardhë me falë namazin e gjumas. Ki namazin e gjumas është ibadet në vete, njëherë javor, njëherë njavt. Mirë po, ki është i lidhën ngusht. Jo vetëm me reqatin edhe me sejtën. Ki nuk është i lidhën me abdesin edhe selamin, të këbirë selam shkum. Ki është i lidhën me këtë hadisin se ki zotnia i namazit gjumas këtë hadis aje tha. Ki është i lidhën me sende që bëhen gjami e me sende që bëhen jashtë të gjamis i pandashëm është një send, ki është din e ka emrin islam. Ka thonë zgjohu djetar. Ose zgjohu në zonës para ati që din, wala takun ima, edhe mos u ban loj. Ka thonë, çka është loj ja Rasulullah? Ka thonë, mos u ban loj në dorën e huj. Mos jeto loj në dorën e huj. Mos jeto ti, mos lejo ti me jetu kukull që shdojnë fmit e qerve me lujt me tije. Po ti organizohu që jetojsh zotni, të jetojsh zotni në vete, të jetojsh zotni në shtëpinë tënde, të vendosur për shtëpinë tënde vet, ti organizohu që për shtëpinë tënde ti të jesh zotni, ajo të jetë burimi i mendimit tan, për shkak se neve kjo fe na ka ndalu të jemi rob të mendimit të huaj. Na ka ndalu, ka thonë, wala takun ima, mos lejo të jesh loj në dorën e huj, do të thot, mos lejo ti me jetu në rrjet e mendimeve të huja, po të kesh mendimin tanë, që buron nga ti, të rrel mendimin nga ti, të del nga ti, edhe ti të jesh zotnia i mendimit të organizimit të jetës tënde. Ka thonë, innama al-mu'minuna wal-mu'minuna ba'duhum awliya'u ba'd. Muslimanët, besimtarët janë zotni të njëri qetrit. Ato janë krah i njëri qetrit. Kështu ka thonë Allahu në Kur'an. Ato janë krah i njëri qetrit. E tashti, këtë pjesë kuranore, unë mundova në këtë xhami me spjegu në vitin 90, në vitin 91, në vitin 94, në vitin kaq, shumë herë. Tash për e bëjmë përsëritje. Kur ta bëjmë përsëritje, do t'ju mteket xhamatit se po hoxha tha. Tash ti se din ka kemi qenë, ka kemi ardhur, s'ka pas vakt. Kur kemi thënë na, Allahu ka thënë në Kur'anin e Kerim, besimtari është krah i besimtarit tjetër. Pastaj kemi thënë se muslimani nuk voton vota atë që s'është musliman, nuk jep votën atij që s'është besimtar, i besimit vet. Këtë kemi thënë atëherën atë kohë. Edhe banëm me vepër një dëshmi. Në këtë rafsh, njenit prej njerëzve që i ma kërkoj mu votën, ja shkeva letrën në vend votim. U talën njerëzit, thënë, si mundet kjo? Kjo është ma prishje e disiplinës të përgjithshme. Kjo tash shka është? Kjo ndreshje e disiplinës të përgjithshme? Kush e prishi tash disiplinën? Ai që njëri prej neve ja dha votën. Ai e prishi disiplinën. Na nuk prishëm gjan. Na nuk prishëm gjan, se na kur nuk prishëm. Ki populli jonë vetëm ndërtoj sende, ki s'ka pa që tërë sende. E vetëm ndërtoj sende duhet me argumentu dhe ketë. Unë nuk flas pa argumente. Edhe bile argumentin që ta qes në tryezën e quajtur xhami, atër s'ke mundësi ti me më humo. Kush e pruni rrimën këtë katon në vitin 1951? Para të ku i ken ato? Ato s'ken pare, ato ken kalëp, ato ken denga duhoni.
rrima këtu. Kush e përmirësoi rjetin, me parat e kuj u përmirësoi rjeti mas 30 viteve? Me parat e këtij fshati. Me parat e kuj erdhën trafat? Me parat e këtij fshati. Me parat e kuj erdh telefoni, 1500 mark një telefon, 15 vet jenë dëgju vetëm me orizare, me zër. Mere vesh sa kemi qenë të modernizum. 15 vet kemi arrit na për shpejti me folën qetrin katun pashku. Kaq na kanë pas dalë në krah, me na ngrit, me na çu për pjet, në rregull. Kush i bani asfaltit? Në vitin 1974, katëndarët e banën. Kush e bani shkollën? Katëndarët e banën. Kush i bajti tublat? Nxënësit e shkollës e hipën nalt. Kush i bajti rrugët? Një shekull me kual e me kije, me zallë, se cila shtëpi vendin e vet, caktuar me i mbajt rrugët. A bani shteti? I bani populli këto. E kush i marroi sendet qera pastaj? Kush e bani ambulantën? E bani katuni. Kush ja fali ambulantës tokën? Ja fali ki fshat. Qendrës medicinale, ki fshat ja fali tokën në qendrën e fshatit të shenjt, i quajtë Slupçan. Ai ja fali tokën qendrës medicinale, bani një ambulant. E tashti, çka u bën tashti këto dita? Tashti këto dita, qendra medicinale i ka dhënë një mjekut shqiptar një xhip, edhe i ka thënë pilla janë tërë na kushtak ti duhesh mi pa këtë katune. Një mjek i shef 10 katune ka 500 shtëpi. Një mjek 10 katune ka 4000 banor, 50000 banor i viziton smutit e atyre. Ku janë ato qendrës medicinale që një ditë ju ka dash një pjesë të tokës këtij katuni me pas ta pi për mi veti? Ku janë ato? Ku janë ato pse zvin? Ku janë ato pse zvin me pa 20 telefona në Slupçan janë defekt që 3 muj? 20 telefona janë në Slupçan defekt që 3 muj. Ku janë ato që zvin me pas atin e rrimës? Ku është ai që erdhi në xhami teme edhe hini me pa rrimën e xhamisë me çizme? Me çizme ku populli vën ballin, a e vuni çizmën edhe e korrigjoi orën satin e rrimës. Ku është ai që s'po vën me regjistru tash? Pse s'vën? Çka ka? Kush është? Pse s'vën? Çka ka? Çka apo? A di vllau i dashur, në borën e kuj zguxoj me kaluon? Unë nuk guxoj me kaluon këtë botë vetëm për një borë. Në borën e atij që kam hak zguxoj me kaluon. Vetëm në borën e atij zguxoj me kaluon. Se në borën e atij që si kam bën kur keq, ja rrai derën, e lajmëroj se muslimani lajmëron në derë, e lajmëroj zilën edhe kaloj dalën i mirë pritur se dalin familja me mprit. Se si kam hak, atje ku kam hak, aq që sën hinë o bërë të ti. Pra, unë nuk dola me ju thanë atyre atje, në shesh, se ju na keni hak neve. Ato vetë s'po vinë, në të vinë. Në të vinë të ashojnë sa atin rrimës, në të vinë të ashojnë numrin e telefonit, në të vinë të shofin ato telefonat defekt, në të vinë. Ato që 1 milion mark në mot i marin prej telefonin Slupçan. Unë këto ja qoj ative në formën e selamit. 1 milion mark në vit prej telefonit. 1 milion mark në vit prej sigurimit të shëndetit, 1 milion mark në vit për kerrat e regjistrimin e kerrave, 1 milion mark në vit për punën e ujnave që vaditën arat. Ku janë ato? Ku janë? Hala pa dal vera, pa e ditë se ka zot, çështu e ka, i shka s'beson. Hala dimuj vera pa dal, erdhën i morën gipat prej fushës, tu se ti do të vadishësh si vetë do ta mirësh 1 dinar. I morën mos i çun me i bë ceva topave elbet. Ata as për llok nuk bojnë. Çfarë kushte don pra? Bashkëtesa thotë duhet me i pas këtë ka një shtëpi e të ne jetojmë bashkë. Këtë ka një shtëpi të barabartë edhe jetojmë bashkë. Kjo është bashkëtesë. Për ndryshe janë ngushtove një vëlla shtëpi udhën, 3 vëllezër u dalën me një koalicion, edhe njërit janë ngushtuar rrugët, çai njëri shka ka ngushtuar rrugën shka ban ai me vëllaun. Pse njerëzit nuk podojnë sendet me i kuptu kështu? Për me i kuptu sendet në këtë botë, nuk është model me i kompletu edhe me i kompliku fjalët që ti më smush me kuptu e të kujtojsh ti se po datë menquria e madhe. Jo, menquria është kur njëri kur flet i ka sendet e qarta. Kjo është menquri. Alegoria është kur njerëzit kur të folës të kuptojnë që ka po thu. E nuk është alegori, unë të ndroj tash ti kanalin e bisedës, ti të mëshirësh mua si një robot i Japonisë me rrim e se din shka jem të ba. Jo, du të jemi të qartë. 5 vllazër, nëse njënit 4 janë bërë koalicion, njënit ja kanë ngushtu rrugë të jetës, që ai njëni ka me qenë më problematiku edhe ai në atë shtëpi pa tjetër me marë hakun e vetë. Ai kur mos muje vetë me marë hakun e vetë, çka ban? Kur mos muje vetë, ai merr vetë, por kur mos muje çka ban? Xhamat thënë.
A i therë gjemat në katon, a i therë plesht e katonit. Thot vllaznit në kanë nda pa shpi, kështu thot. Çka u bavët, e morën ato vetë, katrat qetrën, mu mlanë sokak, qiki sokakut pastaj janë problematik. E që ato katër bëhen të meshme, ato nuk ka që di që e ven kravatën si une, edhe ato nuk ka që di që i ven një kaput mirë, ato nuk ka që di që janë zotni të mërthim, edhe dalin me bind popull se ju nuk e dini shka kemi hek na pikti. Bile, edhe baba na i ka paslan, po që ju s'keni qenë ati, baba na ka paslan neve pak pa dek me goj, kur masi desu në biro kur të dani, që ti qafiri mos i jip një kur gjon që ti. Baba na i kalon me goj, ka dal. Baba, si t'ja ke arte hoxha, po, baba i jët, a ka pas drejt me lon këta me goj? E ka pas kalon me gojaj, a ka pas drejt, na i qelmi qita, po të vlave jem, se s'pot vesim hik shaka thonet baba jët. Na i qelmi qitapët, e në qitapin ton shkrun, pas vlazën e dajnë ka 20, që shtu shkrun qitapin ton. Pas vlazën e dajnë ka 20, 4 e dajnë ka 25, e natë 25 të në tatë, këti vlau që e ke lanë të në rrugë, ta marmina, të himë mrena në shpi ta marmina ta, se ki gjallin rrugë e donë hisën e vetë, se ti je me këta i barabartë, të himë në shpi ta marmi, ligjë ka, qitapi po thotë, ligjë ka, ta marmi hisën tonë, na nuk e lamë, se nuk dojmë me lanat njanin gjallë prej 5 vllaznive sokak, a di shka ban ai pastaj, mundet me vellë, mundet me myt njerëz, mundet me ashti dikuj dorën gjep, në tren bëhat zavrak, në rrugë bëhat zavrak, në tren, në autobus ban probleme, ai ka të shkojë ban probleme. Çfarë probleme ban ai? Merë vesh, kuptosh çfarë probleme ban prej këtij gjemve që metën rrugë, ja u morën hisën qert, dolën njerëz që blejnë shesin drogë. Kush e ka ditë para 20 vetëve se djali i këtij populli e ban këtë fillishni? Kush e ka ditë para 30 vetëve se djali i këtij populli e ban këtë fillishni? Kush e ka ditë, kush e ka marrë me men? Po, bëhet djali i keq, nuk e arsjetoj mas një herë, por kur ta lish në rrugë bëhet i keq. Çka duhesh me bën pastaj? Duhet me ditë se ai hi mrena një ditë. Hi natën mrena një ditë. E ban një dam të madh ai. Ai një ditë e ban një dam të madh, fort kushton. Hisën me kohë. Se i cili hisën e vet me kohë. Kjo është baba i mirë. Nuk është baba i mirë ai, që e ban kushtetutën e shtëpisë për darjen e gjemve vetaj, pa njerëz pi jashtë. Ai sa baba i mirë. Njalin pedoj ke më shumë edhe mari punë. S'ka kësi punë më. Kul in kana abaukum au abnaukum au ikhwanakum au ashiratukum au tërin fund të ajetit. I dashur i xhamatit dhe dashur i rinj. Allahu ka thënë në Kur'anin e Kerim, thuaj o Muhammed, thuaj rinjes tande deri ditën e Kiametit, se nëse ju mendoni se prindet e juaj, baba dhe nana, fëmijët e juaj, gjemë dhe qika, vllazërit e juaj, mashkull dhe femna, wa azwajukum, gratë e juaja, njerëz më të afërt, wa ashiratukum, fisët që keni më gjerë, wa amwalun iktaraftumuha, edhe pasurit që i keni fitu mrenda dhe jashtë, wa masakinu tardawnaha, dhe shtëpit që i keni ndërtu. Nëse mendoni se këto sende u duni me i dasht ma shumë se Allahun, edhe pejgamberin e Allahu xhalla xhelaluhu, nëse mendoni se çito që i ka një ajeti, u duni me i dasht ma shumë se Allahun edhe rrugën e tij. Ka thonë edhe ma shumë se luftën në rrugën e Allahu xhalla xhelaluhu au jihadin fi sabili. Ka thonë fantadhiru. Ka thonë pritni pak atëherë. Në atë rast, nëse jeni kësaj, ka thonë pritni pak. Nëse ju mendoni se shtëpit, gratë, fëmijët, vëllezërit, prindët, shtëpit që i keni ndërtu, dyqanët e juaja, kerrat, pasuritë që i keni, duni me i dash ma shumë se Allahun edhe rrugën e tij, edhe luftën në rrugën e Allahu xhalla xhelalu. Nëse mendoni ju se kështu është kjo punë, ka thonë Allahu në Kur'an, fantadhiru, ka thonë pritni, hatta yati Allahu bi amri, derisa unë të vi, ka thonë Allahu mbi ju me ligjin tem. Kështu ka thonë, derisa unë të vi mbi ju me ligjin tem. Qatë Allahu me ligjin e vetë, ka ardhë mbi ne, ka ardhë ai moti. Po tash vjen ndër një qetër e re, nëse dim shka vjen nesër, vjen ndër një qetër e re, a një të vetër po e spjegoj unë. Po e spjegoj unë, s'po më vjen mërzia, me marrë mërzi nuk e spjegoja, më masi s'po më vjen mërzi, po e spjegoj. Kishin thonë të plesht e tonë, se kemi pas plesht meqam, kemi pas plesht mejdani, burat fort,
Kishin thonë këto plesht të tonë, anite, që kjo shka është le të shkoje, nashtë edhe një ma gjop le të vene. Qështu kishin thonë këto plesht të tonë qërërë? Pi menqurije se kishin pas thonë këta, ju kanë delë ment, ju kanë tepru ment shumë. Erdha i ma gjupi 50 vit. 50 vit, interesant, edhe pak ka met, hala po vinë edhe do. Sasos kejt. Dhe me thonë sasos kejt, e ke lutë Zotin, kjo është doa e pranume, e kanë lutë Zotin, javë ka pranu Zotin, që hala do po kalojnë që ati, po thonë, kalojnë do të zish ku nërë. Hala sa shterë, dhe me thonë. Ta shtim, e vazhdojmë, e ngrejmë dur, ta thojmë, ani dhe ani, nashtë. Jo vllavi jam i dashur, jo vllavi jam i dashur, jo o besimtar, jo o xhamati xhumas, jo o ju të ri të nderuar fort, jo kështu, si pra, vllavi jot, edhe vllavi jam, gjali jot edhe gjali jam. Kam dëgju një bisedë të vogël modeste kanë bërë di burra me një vend. Se di ku në cëllin rast, në cëllin. Se di vesh me një vend ku folët gjua jone kanë thonë këta. Kanë thonë ato. Qish mara mu e mnali njoni, mise mnali nu dhe në thejke më fëllë ke shqip. Kështu kanë thonë me një vend të na. Qfar të meri. A me një vend qeter, mu do këse në Prizren kja kjo. Si mës jem gabim. Mu do këse në Prizren ka ndullë kjo, po si takoj atë njeri ka me pyt ku ke. Edhe njëherë se e kam harru. A i tha, mi gja jem, ma tha. Mara gjalli i vlavit tem. Mi gja i pas ka thonë gjallit vlavit. Mara gjallit vlavit tem. Ka përci ndo ka duvar jem notën, para di vetëve, ka lun, ishin konë ndrishet veshen, unë ju thash ative dobro vesher, a një begja i mu e mirë mrama. Unë i fola si njeri, a i mu mirë mrama. E ke pa me këtë fjallë, se dhja ka ardhora, ta mbylli me këtë fjallë, e ta shifësht ti ku jam nalë unë, që ta dish ke letër njoftimin, ta dish shka do me thanë letër njoftim me pas edhe mës me pas, ta dish sa mundën tjerët me të largu jashtë nga vetvetja, me të nëzirë nga vetvetja jashtë, me maru njeri dha, unë i thëjsh në atë dobroveqer, a i shqip më fëlke, a i ka thonë mirë mrama a i, sa prap, sa keq, sa larkë kanë shku sendet e pëshe, që ka thonë gjallit vlajt vetë. Interesant. Interesant për mua, për qerët nuk e di. Interesant për mua shumë. Për mua mirë mrama, mirë mëngjesi, mirë dita. Këto janë përshëndetje tonat. Këtive nuk ju bjet me shkelëm. Këto janë përshëndetje tonat. Që është mëngjesi, thu njerit mirë mëngjes. E shka i ke thonë, pra po ta du mëngjesin e mirë. Qështu i ke thonë? Po du në mëngjes mirë për ti. I ke thonë mirë dita. Që këtë ditë që jemi unë dhe tin ta, po kam qef ta kaloj mirë. Mirë mrama, inshallah na zenata mirë. E pa keqa. Ta shtë kjo s'ka të bëhe me atë përshëndetjen qeter, për të cilin na kemi spjegu dhe është legjitime, original, bazore e jonja, kur na i thojmë njanit assalamu alaikum, atëherë shka kemi ba pra, atëherë këto përshëndetje që i folëm na, nuk i kemi shkel, nuk i kemi mund tërplote me i hull, po kemi thonë, muslimoni, po u takove, ta lejmërojnë paqen, se selam është paq. Do me thonë, mësë të prej meje, atë thash salamu alaikum, shatë kam ba, unë të thash tije, mësë të prej meje, ti hish fare, mësë ruj prej meje, lema dërën qel, pa problem lema dërën e u borën qel, lema dërën e së kakit qel, se po mduhet ndoshtë atë një rast qel, mësë më shelë se ashtu mu dash dë një rast qel me bo një pun, ati mësë tut, e di pse, te dera jote, kur të vi ati në kapi gjikë, thom, assalamu alaikum dara al mu'minin, o shtëpia e besimtarit, e shpala paqen, ndër t'juve e shpala paqen, kjo janë, nuk kam mirë mëngjeski, kjo janë qëtërsen, kjo janë shumë e madhe, kjo janë mbi gjithat, edhe kjo është zilja e lajmërimit të rahatis, zilja e lajmërimit të rahatis, duhet të banjë njëni me qetrin kejt këtë kombinim të bukur kështu, se janë do raste, ka thonë pejgamberi jon alayhis salatu wassalam, si të vene mbrëmja, kështu ka thonë i dashur jon, mësuesi i madh i njerëzis na tha, si të vene mbrëmja, bani 4 punë, kështu tha ai, 4 punë bani kur të bëhet akşam. Cëllët punë ja Rasulullah, tha fëmijët shtini mrena, kështu tha. Kur të vene mbrëmja, shtini fëmijët mrena. Kjo është sunneti i pejgamberit tonë, sunneti i islamit, shtini fëmijët mrena. Tash ti më ardh njëri më thon, o burra, çato fëmijët tonë, çato tritë, çato në trim mrena pak nika çore në ato 9 satet e natës. Çohet njëri e shkel mbi sunnetin e pejgamberit alayhis salatu wasallam. Ti sa në nal mua këtu në shtëpinë me nejt, ku do rri këtu. Sa është puna të nalmës? Nuk ka ati me abeti. Nuk ka ati me abeti. S'ka mashkëll në dunjon që ti e të thotë rrim renda se ti s'ki drejta me nejt jashtë.
Kështu s'ban me i kuptu sendet. Nuk ban me i kuptu sendet, më thanë me nejt mrena, po dojnë mës me mlanë me nejt jashtë. Nuk kanë këtu muhabeti. Muhabeti është qëtër kund. Muhabeti është në interesin tënd me nejt mrena. E ta shti unë për e spjegoj një ngjarje, e cila ka këtu në katunin tonë pargje. Ato njerëzit jabanxhi kalojshin në për katon, kejt ato njerëzit e tonë në katon mrena. E po mirë, me ra një qeremide pinalt, a bantime tra, një qeremide pikulmit frima, a frini, a pa zerzele, be një qeremide pikulmit, drejt sullit tanë. Ajo rrim mrena, që ki muhabeti, është mos t'i bere dhe një qeremide, ati fmiut. Këtë që ki muhabet, a s'ka qëra sende, se bjene e pikulmin streja, ben, a një guri që kanë vunalt, për ato mi majtë mos bin prej zërzeleve, a ka pakut ben, atë bjene e të nej që është për mjo gjak, prej frimës bjen, fmiun tanë, na kemi thonë, hini mrenda, rini mrenda, për atë mos t'i bere fmijës tanë, diçka. Këtë që ki është qëllimi, jo zgudzon ti me nejt para derës tonë. Jo ti gudzon me nejt para tonë. Ska kush që ti gudzon me të thonë, zgudzon katunin tanë me nejt jashtë. Ska moshkëll që gudzon me të thonë këta, po është fjala se kulmi nalt ka dosende që për raste binë poshtë. Pse më vra gjaliot? Pse më i vra gjaliot kryen? Pse gjaliot me vra kamën? Pse ati me ju derë gjak? Pse aj me lidh dorën me zavoj pastaj? Kejt që tu janë muhabeti. Mos bjen dishka helbet. Bjen frim, zerzelet, që djarë që frim, një dit për jugut, një dit gjimësat e plepave, në fush tonë u thinë. Bërë ma ki skandal, ka të në artë mi po. Gjimësat e plepave në fush i kini thrim. Prej asa herës që i ka frim adite. Gjëmat i dashur, vlazën të nderuar. Duhet me i hap veshët, duhet me ndëgju mirë, duhet me qenë të kujdesshëm. Gjithmonë duhet me... Tha, kur të vene mramja, bani 4 punë. Njënja prej 4 punëve thashtini fëmijët mrena. Tha qetra, aglikul abuab, tha mbyll një dirt. Mbyll një tha dirt, kja suneti për nga mariton, mbyll një dirt prej për mrena. Po, dë një herë, duhet me i qelë prej për mrena, se kur ti qelësh, konsiderohet e mbyllt. A dit që kur ta qelës, konsiderohet e mbyllt, a dit duhet me qelë. Se duhet, çka mi bo, e ka e lip nevoja. Tha mbyll një dirt, tha për nga mërë, tha qetra sen, çka me bo? Tha, mloni enët. Kështu tha, që keni hangër dark, mloni enët. Sa e ushqimi, edhe në mëngjes hat. Prap hat, mloni enët, edhe tha, pra, shim një dritat. Kështu tha, shim një dritat. Tha, shim një dritat natën, tha Rasullullah s.a.s. I thanë sahabët një komend kërkunë, thanë, po mirë, ato thanë kështu. Po drita, pse drita më shim? Unë në dhëmë teme, mu i me majtë lamën tërë mëngjes kallë. A kanë me lama, gjemati dashur. A kanë me lama. E thënë, po mirë, bjen ti me flet lama e ka pas të kria venin, gjithmonë e kanë majtë plesh ngatë se ja kanë hunë shfitilin pirat. E thënë, pse lamën? E thënë, po kalën mini ati, e ordzën ata prej gozhde, e ta qëtë kalë me njëks. Ta kalën mini, e ta është këto mitë që 1500 vetë që ka kalojnë janë modernizu këto, janë si ato mitë e moqëm mo. Ato mitë që reher janë konë ndryshe, janë konë dvoglit zi i hajke moca. E tash ndëgjo pra, i hajke, që me marrë unësë, një nali mosë mësë me hangër minim. E tash ti mitë janë modernizu, janë bo qërë, ato nuk vinë me ta uzu lomën, këtu ta urzojnë për i largë, e ti si të dilesh nudhe, me azan mosës kompë, mësë së ne hata. Mësë dilë pra nudhe, sërë qifsh, dishka nudhe, tunga nudhe, nga nudhe, se ti e pengon mosën pastaj. E pengon me të vërtet, po të ka që ti e macajote. A ban macajote me të hangra? Bano të menqur, bano të ditur, kësi këshila jip një fmive ju të shpia, e mos i jip një hoxhës nasihat, mos i kalzo një hoxhës vajzë, se për me dalë në qiket kursi me hip me kalzo desë qëtu, duhet me të apru një fletore të shpia e kam. Ajo fletoria të shpia shka e kam une, i ka për para në balë qëtu një vull. A mrapa, i ka 25 vulla në shpinë, a shë vërtet? 314 provime, ka 1000 faqe. 314 provime ka 1000 faqe, pas ta i ven këtu thu, o gjafenat, baj unë një derë sot, po ti pëse s'po kalzon, unë qështu ta baj, pëse s'po thuti, a i ndoshta kam harru në me ta thonë, thuj ti unë po du me dalë me bo derës, nështë unë kam harru helbet. Pra për me dalë tu me si kalzon hoxhës derës, le hoxhë rahat, se a i për derës shukat kejt, a i cit janë njës e shtisit bajnë shti sabër, të rritë bëhat aksham, të rritë bëhat sabah, të në ta bëhat aksham, e bëhat shmitri, ven vitiria që teri 31 december, a i snalet hiq të folë sa ka i me vete material. Të më si kalzohës vaj, shka me bo. Ndoshta me ndonë ti helbet se abe këtu në kursis të në kalzoj, ama gje për jashta, unë edhe gje diti shka. Ty me dit hoxën jashta gjamije sa është ma jaftë se ti ment leon.
Edhe atje është 1 milion hera i para tije. Teri ti ta shifësh ata, ja bon qa që i vogël që ti se shef. Larë ka shku. Qa që i vogël, mos u lodhë bre vlavi jem. E di shka të lodhësh, lodhu vesh të ndëgju. Lodhu vesh të ndëgju. Se s'ke ma mirë se kur shkon në bën një barnatore e nuk ndodh kur që i receptit këthejet prap. Se ke ma mirë hiq. Se ke ma mirë hiq. Anë shbajat. Bash ati laqin shka të duesh. Kur shkojsh në barnatore, s'ka. Ti shka kera shumë në zorë. S'ka. Ku i ngjan ki? S'ka, ku i ngjan? Ki i ngjan ati njeriu që i dul në rrugë. Edhe e priti një kerë, me një udhkriq e priti një kerë, me shku me kri një pun të madhe në jetën e vetë, vetëm njeri ka ndodhë. Edhe prit në udhkriq. Që e po ven një kerë, në gjath pak para kam veti. Shkoj. Ki qetri muë me sigurin, në majtë, në qetërënon. Shkoj edhe ki. Gjithë ditën ato kerët të kam të ati zvinë, si cilin udhë vetë. Ka me e ti ngrati i kompleksuar shumë keq. Mos lejo me qenë kësi njeri ti. Ti mos lejon me qenë kësi soj. Se ti e ketë mund shumë mundal drejt të a i kërën që ka të merë. Drejt ati e ketë mund shumë. Meraj, mos u banë merak. Ti e së të këthanë recepti asë një falës kur shkosh në derbarnatorës tonë. Na, për si cilën smundje tonën, posedojmë ilaç. Ilaç kemi. Veç lipti, veç afroj receptin. Mos e majnë gjep ata. Mos e majnë gjep ata dhe jam i smut, po më duhet mi ilaç së në pegjoj. E pash gazepin. Së në pegjoj, po pëse së në pegjoj, që receptin e kam gjep për ilaç, me qitë dhe, që këtu e kam. Bere ta shofim të receptin, që me kam receptin këtu? Me vull, doktori me ka thonë. Bere ta shof! Baj smujen e rrit truq. Baj smujen e rrit truq. Baj smujen e rrit skajt murit. Baj dhimtën me veti. Baj dërtën me veti. Mëse kaj me kërkan, e të me kompleksohet qatë shumë i bat smundje. Kalon sistemi nervor ajo, edhe tanë kona e dise qaj qetri që kaloj për s'ka i ka fajet. Që pa është ki smut. Shplohu. Shplohu, shërohu. Kështu është diagnoza. Shplohu, shërohu. Ka e dërtin tanë në mesin e shokve. Për qatë për nga merion, me këtë hadis të shkurt për përmbylli bisedën tonë sot. Ka thonë, ja Rasul Allah, inni akhaf, ka thonë unë tutem. Hadisi spjegum gjami. Tha unë po frigohem, tha prej kuj po fjegosh. Prej kuj tha po frigosh. Tha unë frigohem prej kejtë sendeve, tha prej kejtë sendeve frigohem. Tha, hajde me neve në haqë. Hajde me neve në haqë. Tha, kjo që ka lidhe me haqën, ja Rasul Allah. Kjo bised, ki dërë 8 muj para haqët a shkajt me dine. 8 muj para haqët, tha, hajde me neve në haqë. Tha, kur shkojmë në haqë, hajde. Kur shkojnë në haqë, ki tuci, se edhe musliman edhe tuc nuk e ka. Ato tucët duhet me formu një klub. Duhet me formu klub. Po mirë, ato, a kanë këtë klube sot? A kanë sot këtë shëqata? Shëqata. Në ta formojnë tucat shëqata, nuk ka shmarre. E formojnë klubin edhe edhim qajtori a tucave. Me gjermatnoja shkrujnë ati, edhe kalojnë ato hesnafi vetë, shkojnë. Ato kur ti përzin qajat gjimësën e derdhin, se ju derdhin. Drillu dora, drillu koma, drillu zemra, janë shumë. E këna, ta dim barëm. Dëve maroj mara klubin tanë, o ti shka tutësh, maroj klubin. Maroj klubin tanë, ta dim. Se trimat e kanë bon klubin e vetë. Ato që i stutën e kanë klubin. Ti maroj klubin tanë. Tha hajde në haqë. Kur shkojnë haqë ki burri, kur shkojnë haqë, kur ka hinat kalaballëkin a gjenë, 125.000 vetë me pengamerin, mund mi disë ati kalaballëkin në Arafat, ditë gjumojë ka qenë, a i tha, i tuci tha, kush hinë mesin e qitive, tha, nuk tutët? A i tuci tha, kush hinë mesin e qitive, tha, stutët? E pa i kish kujtu se hu vetë, a gjemi një venë, ku e ka në i dërtin veç vetë, pi qaj e drillu e tutu. Të më fali, kanë me na kallë këto. Ja, këto, kanë me na kallë. E unë e për të kalzoj dishka, këto kanë me na shimë. Si ta kuptësh ka qetraon që ti hala ma keq del. Dhe me kanë me nashim kështu, ha? Jo, be, na kanë kallë qerët. Trazoni, freskoni, banu besimtar, qel një zemrë një qetrit, bashkohuni, lidhni me një qetrin, s'ka kush na delë neve. Neve s'ka kush na delë. 1 miliard kina marë këtu se na delë neve. Kejta të dvoglit me dajina për metë se na delë. Se na delë, pa edini kush imi na jemi popull shumë i qetë, jemi popull i mirë, na jemi besimtar, na jemi... Ku e kemi na mbështetjen? Ku mbështet mi na? Na mbështet mi mu ku duhet. E dini mës me qeni mbështetën në Allah, shka do me thonë? Tu kam unë një përket me morë gojtonin fërtere me shti. Te veni vetë kur ta shti që a kej problem? A të ban pegla, a të ban? Të ban. E me shtin fërtere?
të bishti fërterës me në gjitë. Ato në bishtë fërterës e kanë gjitë ato. Ne kemi nu mu ku duhet, sa ati jonë Sergej Sofa, sa ati jonë hef qish duhet, a e kalzon kohën shumë mirë. Ska më mërzit, më shqit një filozofi, hoxha kalzon ders, a i që i shka din në të kalzoje. Qertë vetëm pun, Allahu Gjelle Gjelalu, e baft ditë pranimi, në baft Allahu i neve njerëz robë të ti të pranuar të ajë. Edhe lutje që i drejtohemi Allahut, na i pranoft Allahu Gjelle Gjelalu, a i ka thonë, ud'uni astajib lakum, lutmuni ja u pranoj. Lutnu, bani lutje, plakave, smutve të shpia, thuni ju në të lutën ato, se Allahu ja u pranon lutjet, një lutje e një plakut, nuk kthejat, ka thonë Allahu në hadith kutsi, lutjen e të smutit të shpia, ka thonë nuk e kthej prap, lutjen e ati që atu lutë të rashi, bashkë në shi, nuk e kthej prap, ka thonë edhe lutjen e gjendjeve të rana, edhe lutjen e ative nuk e kthej prap. Këto mos i lini këto raste, shfrytëzoni Allahu Gjelle Gjelalu në e boft, kabul të gjithve lillahi l-Fatiha.